Ky emision mundësohet nga Ujë Rrugove. Sot, tradita vazhdojnë, produkte 100% natyrale. Rrugove. Përshëndetje miq të dashur të televizionit Dugagjini. Po takohemi sërish këtë diel në ky emër. Vera veç ka ardhë, kote nxehta kanë ardhë e na veç freskohemi me Ujë Rrugove si gjithmonë që është pjesë e emisionit. Përshëndim mbrapa me një tekst të shkurtër. Do modele, manikene, veç pse janë të bukura, po a marrin rolet aktorëve që kanë përfunduar Akademinë e Arteve. Sipas jush, kush mendoni që ka mujt me qenë kaq e sinqertë dhe pikante? E kush tjetër përveç Flutrës? Flutra, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, Anjes. Faleminderit për ftesë. Faleminderit për kohën që gjete, me qenë prezent këtu me mua sot. Edhe po të presa dhe gjatë kësaj interviste me qenë kaq e sinqertë dhe kaq pikante. Unë zakonisht jam shumë e sinqertë. Për pjesën e pikantës është kur kam ndaj pyetje pikante, përgjigj në formën pikante, për ndryshe e sinqertë kam qenë gjithmonë. Po donë me ta elaboru. Sa i përket kësaj deklarate, po ndalemi fillimisht këtu, a ke pas ndaj koment prej manikeneve? Jo, nuk kom pas asnjë koment, se edhe ato e kanë ditë që e kom pas të drejtë që ata që ka kom folë. Bile kom pas edhe takime ballë për ballë, më ka ndodhë me mu bo që nuk po më shohen. Ose ndaj kritik diçka ndaj koment sa i përket kësaj deklarate, a ke pas direkt prej personave që i kom thirrë? Ose prej komentuzve? Po, komentojnë gjithmonë ato që e mendojnë, për fat keq, nuk komentojnë veç për këtë pjesë, komentojnë edhe për sene tjera, po që prej personave të fushës dhe profesional nuk o marrë ndonjëfarë komenti negativ, kështu që mu që kam intereson edhe fokusona është në fushën profesionale kur marrë feedback. Po, kur jemi të kritika, të komente, çka është një pjesë që ty të pengon mas shumë të që komentohesh për atë pjesë? Me të kallzu drejtën, tash është bo dhe klishe që kjo fjala që na jemi bo njëjtë edhe nuk i përcjeli, për zotin nuk i përcjeli komentet, po ma tepër që kam pengon, jo veç të vetja, po të gjithë, kur komentohet pamja. Se në qovë se une kisha dal me prezentu pamjen teme profesionalisht, ju kisha vonë shumë të drejtë. Po me profesioni jam është aktore, kur nuk komentona në aspekt profesional, komentona në aspekt pamjes, dhe i mirë kuptoj, është menimi i tyne, me rëndësi unë e njina shumë okej me vetën tame. Cila është një fjallë që të pengon ma shumë të kur gjykojnë për pamje? Zakonisht, janë boost, se janë stër komentu, që ajo më pengon, a dim për çka më pengon? Më pengon për faktin që krejt që ata që e komentojnë pikrisht pjesën e buzës, i kanë femrat krejt 100% që ta shpoj me thonë të vome, ose ata burra i kanë ka një grusë e një vajzë në shpe me të vome. Unë e zakonisht, kur e kom një sen vetë, nuk ja kesh i dikuj që ja sho. E më do këtë shumë e ullë prej tëne. I kesh të të kesha? Po. Ta këtejmë popullore. Po, është shumë e ullë. Normalisht na e pedim tash, na përshojmë edhe na dalim edhe na i shohem, që kjo është pjesa që ku mas shumë të më dhem për faktin që unë për një me buzë nuk e kam të vome. Sinqerisht, po flasë. Edhe pataro me një farë pike që kom do është edhe me operu. Jam në negociata për me operu, po aj personi cili më ka nalë mësë me bo këtë gjest është Simoni. Sepse shikus nuk e din që në kamerë zakonisht na dalim gjithmonë 6 kg plus. Dalim shumë atë ajun se sa jemi në normale. Dhe une kur fokusona në muhabet, zakonisht në intervista ose në rolet që i kom, hitë se kom parasysh ka po më shkon buza ose qysh po dokna, so e kom parasysh me dhoni përgjigje adekuate, ose mu fokusu profesionalisht në rolin që e luj. Edhe, po këtë pjesë e kuptoj publikun se nuk e kuptojnë. Zakonisht kur më shohin live, ma pojnë, wow, kejtë ndryshe. Për shembull, tash janë edhe, është, sa i përket teknologjisë, kemi avancu. I kemi do kamera që, ndoshta dhe syni njerit nuk isha do gjana që ti fokuson kamera.
edhe mandej me live dalojmë shumë, edhe qëtu është një pjesë ku ne arsyetoj. Pjesa tjetër është ku arsyetoj se janë të mlefosur mrena vetës vetë, janë të mangët mrena vetës vetë, edhe e shprehin që atë mlef, më dhimën shumë, më dhimën që ka me shumicë të tilë, se në qofë se mu kishin drejtu vetëm mu, isha konë që aje që veç unë isha linqu, po linquhen të gjithë, linquhen edhe njerës që janë në mosh, që mu më vjen shumë keq, edhe më frigon që këj fakt se evrej sa të paplotësum shpirtnisht janë, edhe sa të mangët janë në mendësi, apo kupton? Edhe në momentin që unë e filloj mu ndiku prej këtyne personave, atërë realisht unë nuk daloj kur gjo prej tëne. Që qka më dalon mu është që munona edhe mi mirë kuptu, edhe mi anashkalu mës mi marë, se me nisë mu marë, du të me nalë, me mshel këtë farë ma punë e kretë, mës me dalë mu kur. Po ndërhyrjen në buzë që sa po e përmenda ke pas me bo për shkak që e ke pas kompleks, apo për shkak të komenteve të shumë të që e më bo? Jo, e kom bo për shkak të komenteve asë një herë njetë, e kom dasht me bo për shkak pikrisht të anës profesionale që e ceka që kamerat zakonisht të qesin 6 kg plus, edhe kjo për një me duket në kamerë shumë avuliminoze se në normal. Do me thonë e kom dasht me bo pikrisht për synin tam, kur gjoma tjetër. Po rrim edhe pak të komentet, e dim që je shumë më të nësken, qysh je përbalë ndër vite me komentet? Po nisim prej fillimit karierës, qysh je përbalë me komentet? Edhe pse e dim që ma herët nuk kanë qenë edhe ka që kritikus. Ska pas heq ku me komentu. Kur kom nisun e karierën, ka qenë viti 2006, ku nuk kanë egzistu rjetet sociale dhe nuk kanë pas edhe ku me na komentu. Atër ka qenë koha ma e artë, sepse ata që na kanë komentu live, edhe na përmenoj zakonisht kemi marë komentet mira. Komentet jo të mira, thash edhe njëre, i kom vlerësu gjithmonë prej personave profesionalist fushës, që nuk është që nuk i ko marë në fillimet e karierës tame, dhe unë jam shumë e lumtur që ko marë prej personave profesional të fushës të tilla komente, për mu formësu edhe mu bo që kjo që jam. Unë zakonisht i adhuroj komentet negative prej personave të sinqertë. Se kam atë aftësin që di me dalu një koment negativ për arsye xhelozie dhe një koment negativ për arsye kur është në pyetje sinqeriteti. Kështu që këto komentet negative sinqerta, unë i adhuroj, edhe njëna shumë e fat që e kam ka një qasi personi njetë që din ka një herë me më thonë qëto nuk është konë regullë, se qëto konë regullë, se na funit jena njerës, nuk jem të pagabushëm, gjithë gabojmë, sidomos profesioni jonë është bukur shumë i ndishëm, edhe punojmë shumë me emocion, ka një herë edhe pa vedi e muj me bona i gabim, që unë i adhuroj këtë pjesën e komenteve profesionale negative. A i fshin e herë komentet? Asë një herë nuk o ndodhë, në qofë se vetëm të komente kur shohna me nanën e ndjerë, po edhe mësë me marrë të keq për pjekurin time, po për pjekurin time dhe moshën, me shumë knatësi edhe ja u kësha këthy me të njëjtën monedhë. Sepse më duket shumë jo njerëzore, kur prek në familje. E sidomos me një person që është pika jote ma adopt, edhe nëse kishë qenë gjallë, apo kupton, është përse cili neve është pika ma adopt, ato komente sun i baj dhe i fshi. Për ndryshe nuk mirë në matë, farë sporti nuk marë në Instagramin tam, sinqerisht po të thëmë nuk marë komente, dhe ato mu i me vërtetu që tash live. Okej, me që e përmende edhe nënën, po këthejmë edhe pak të familja jote, ka qenë një deklarate jotja që e ke bo për nënën, a mund është me na elaboru pak edhe me cek prap në detaje pak? Unë e kom po shumë... Sepse ka po shumë buj, kur veç e ka përmend. Nëse e ki fjallën në një prej intervistave të mija të fundit, sepse unë kom folë shumë për nënën tam, na të gjithë e dim që pika adopt e se cilit prej neve jam prind. Edhe une me vitet tona nuk kom mujt me pranu humbjen e nënës teme. Ajo intervist për fatin e mirë, komentet që unë i ko marë dhe mesazhet që i ko marë masa so a intervistës, nështë ta janë ma emocionuse ever që kom pas në herë. Ka ndodhë që kom marë mesazhet tilla cilat i kom këtu me mija mesazhe, që kanë kalu njerës po në të njëjtën situatë, sepse s'po du me kalu prej temës në temë, po krejt që ajo që ka e kom elaborua aty shumë mirë, ka qenë mos pajtime, deri në një moment ku ne e kom pa që po më pengon edhe mu, edhe pi pengon edhe njerës, jo pi pengon, po që ajo energjia
edhe njerës për rreth po i përçon që energjia që unë s'mu isha mu shkëput. Edhe është ko një realitet që e kumë thonë pa hezitim edhe si psikologe diplomume, që ka ardhur një moment ku unë e kom dasht mu përshëndet me ta dhe me jetu jetën të cilën më ka beku Zoti aktualisht me familjen tam, edhe ka qenë një prej momenteve ma emocionuse në herën jetën tam. Me thonë ma emocionuse se është konë njejt me peshë si kur qatë ditë kur e kom pa që ka ndru jetë, e kom kuptu që ka ndru jetë, se kam qenë me synë ta në momentin kur e ka dhonë frymën e fundit. Njejt e kom përjetu edhe që atë moment të shkëputjes së saj, se shumë është interesant, une nuk i di, po gjithmonë e kom një energjinë e saj në ofër. Edhe mandej që ka qenë pozitivja e sajna ka qenë shumë persona cilët kanë kalu në situacione, që më kanë marra si mesazhe, e kom marrë një mesazh shumë emocionus të një nëne, e cila kish pas një vetë, që për shkak gjendjes psikologjike të humbjes së prindit nuk i kish përqa vajzat e veta. Edhe ka rajo intervist është motivu, edhe ma ka dërgu një mesazh që ajo mas një viti i ka përqaf edhe vajzat e veta prej motivit që e ka marrë, që për mu ka qenë edhe qëllimi që e kom diskutu, sepse ka një herë shpesh herë unë e përmeni edhe me ndoj që shumë kesh kuptona nga publiku si ju kumbo bajat non stop me që të tem, po nuk është qimanin edhe shumë për faktin që familja për mu shumë e shajt. Edhe në qofë se une nuk e diskutoj pjesën profesionale dhe familjare tamën, atërë abdin do këtë gjithë shka tjetër e pavlefshme, edhe qëllimet e mija gjithmonë kur unë e kom folë për familjen edhe për nanën kanë qenë pikrish që to më jau jap aty në cilë nga përcjellin për mes ekraneve një mesazh sa i kanë gjallë me kalu kohë ma shumë. Se unë e di sakt që të tonëve na kushton zemra mi respektu prind, po ka ardhur një kohë shumë dinamike dhe për shkak dinamizmit shumica dhe nuk kem kohë mi u gjindë ofër, edhe zakonisht që kjo ka qenë edhe arsyeja me që unë shumicën e rasteve e kom përmend që me qenë sa më afër se një ditë nuk kena mi pas. Me që veç që përmenda fëmirin, të regona pak në pika shkurta, qëfar fëmije ke qenë, flutra, si fëmi, si në shkollë, pak në detajen. Unë e kom qenë një fëmi, një prej gjeneratave ndoshta atë para, më tham, që në atë kohë kom viju edhe kopshtin. Një prej traumave të mia të fëmiris është kur mami më kalonë në kopsht. Për qatë punëve s'ku mujtë si monën kur me që në kopsht. Unë e kom pas për shkak prindve që janë konë divorcum lidhshmërinë, më tashmë e dini shumë të madhe me nanën. Nana për shkak të punës cilën e bëjke ju dashke pa tjetër se ish një farë maltretime për me marë gjithmonë mas vetit edhe zgjidhja ishte kopshte. E kom pas shumë fatin e mirë që në kopsht në atë kohë kom pas në klas, në qatë gjenerat, në qatë klas, kemi qenë veç disa fëmi të disave që punojshin, jo shumë, do me thonë, unë zakonisht kur ju thësha më kopsht ka pas në gjenerat tame dhe që nuk e kanë ditë edhe që është. Mandena jom rrit në Prishtinë, do me thonë që ajo ka qenë një pjesë deri sa ka ardhë mami me marë, shumë pak momente mu kanë të rësytë mu në kopsht. Do me thonë, nuk e kom shiju as pak. Mandej jom rrit në Prishtinë të domi i plegjve, kom pas një farë lagje të miksume me shqiptar të komunitetit turk edhe me Prishtinali, edhe një farë mikse që ato kanë qenë vitet të artat mija, ajo pjesa kur dilshim me lujt, msheftas, me lastek, kile, edhe në shkollën fillore e kom kry në Elena Gjik, ato, mas një shkolla fillore ka qenë dashuria me parë si objekt shkollor, shto pas kopshtet, ato për një me kanë qenë vitet e mija të arta, sidomos shkolla fillore dhe shkolla mesme. Qështu, mandej një qike thjesht e gjallë, gjithë jom kone e gjallë, gjithë jom kone ajo aktoria e lagjës, gjithë këj shiket ma kanë bo artiste, po më do këtë që aty ma kanë njëllë. Gjithmonë ofër mami, do me thonë, krejt shka une kom bo jashtë familjes ka qenë që ajo loja në lagje, si kur krejt fëmi tjerë, po pak ma e gjallë se normal. Se tash. Se tash, po. Po, s'kom hezitu kur, gjithmonë jom kom pa dorza dhe si fëmi, dhe për ndryshe e fokusu me shumë në mësime, më konë, e kom pas fiksim shkollimin, e kom dasht, e kom bo me shumë dashni, një kësisht paralelisht kur kom dalë në shkollën e mesme, atëherë
edhe kom punu ofër biznesit mami tam, do me thonë edhe kom viju shkollën edhe punën me nanën, edhe një fëminisht tepër jashtëzakonisht shumë të lumtur edhe si fëmi kom qenë shumë e plotësume. Po si fëmi, a e ke vujt këtë pjesën e ndarjes së prindve, mungesën e babit? Jo, nuk e kom vujt për faktin që prind kur mu kanë divorcu, ne kom qenë në mujshë. Do me thonë në afërsin me babin nuk e kom, shumë e vogël kom qenë edhe nuk e kom ndje. Edhe mami jam që shumë më ka plotësu, që ekstremisht jëmë kone plotësu me pinanës që une asë një herë nuk e kom një mungesën e babës, shuditresht. Kur kom fillu pak mu rrit edhe mu pjek edhe mi kuptu gjanat, në fillim si fëmi, kur i pajsha babat e shoqeve, abden, më vike veç si ndjesi, abden, a thu qysh kish me qenë, jo munges, kurreshtje, kuriozitet ma tepër e kom pas, se sa ndjesi, për ndryshe mungesën e babës nuk e kom një asë një herë. Asë një herë e kur heq. Andina, kur jëm rrit e kom kuptu, kom mami, kur i kom bo diku në mdukët, kom qenë nëse s'gaboj në klasën e 7 ose 8 fillore, kur mami është ullë dhe ma ka spjegu, këtu i falenderohem edhe mami tam që gjithmonë figurën e ti nuk e ka prezentu të une për të keq. Pas për të mirë ju, ka qenë shumë neutrale në aspektin e pjesën kur ma ka tregu qysh ka rjedh, që ka qenë një komunikimi vetëm jami edhe i fundit, do me thonë, masi që jëm rrit me ta thonë të drejtën as kureshtjen se kom pas. Nuk e pas pyetje? Jo, absolutisht më ka interesu, absolutisht. Për arsye jo të egos, lartë qoftë, po për arsye të jo ndjeshmëris dhe jo kontaktit, se s'kom pas kontakt, ashtë si me thonë ty me të mungu një njëri që ti nuk e nja. Për te une nuk ka egzistu ajo që thuhet të lidhë gjako, te une nuk e kom ndje që ato asë njëra, shtu që mami që shumë më ka plotësu edhe që shumë është marrë me neve, sa që po ta thëmë me shumë sinceritet, as nuk na ka ronë men që duhet mu marrë me pjesën e babës. Po tash si një eritun, si nën vetë që je, si një bashkëshorte, qysh ishe këto ndarjet që përbohen këto kohët e fundit të shumëta? Ndëgjam, unë vetë vi prej një martesës të divorcume, i mirë kuptoj, më vjen shumë keq që vinë dire të qaj vendim. Unë zakonisht me shoqet mija shpesh herë diskutoj, thëmë, ndëgjam, ato flutrat e fillimit jënë kalimtare, qërne a është tipi që ju përshtate se jeta është e gjatë. Më vjen keq që vinë diri të divorci, sepse e di sigur që asë një qift nuk nisët mu divorcu mu martu, edhe e nisëm një shumë dashuria atë pjesë, po për mu është ma rëndësishme me artë të divorci se sa me artë dhe i të dhuna, se nuk egziston veç dhuna me raje, është edhe dhuna psikologjike, është edhe toni zonit madhë që nesër mundet me pasu ma ndje edhe një fmi, nëse nuk është fmija, mundet me lonë, na femna tjena qene emocionale dhe shumë të breshta, që mundet me lonë me pasoja për të njetën, mësë me mujtë mi besu as një mashkulli tjetër. Ta shumë këta nuk për thamë që veç mashkujt kam faj, se në shumicën e rasteve edhe femna t'jën fajtore, kjo është një farfaj reciproki të dëve. Më vjen shumë keq që ndodhin, po nuk është që nuk i mirë kuptoj, ose i shumë e na i sy pak ma si. Më vjen pak ma çudi, se zakonisht kemi qenë popull që të kjo pjesa divorceve ma pak kemi ndip, ndoshta për faktin që atëhere kanë qenë do tabuja dhe ndetyru edhe me zërë me shty martesën, nuk e përkraj absolut divorcin, me qef kom qef të tant me zgjat, po jënë të sanët shkrume që nuk mund është mi te i kalu edhe kur të vjen derit e që ato 3 pika që i ceka, si dhuna psikologjike, si dhuna fizike dhe kur e shet që mon nuk po ka mirë kuptim në ato, për mu është me e drejt më ardhë të divorci dhe me vazhdu jetën, po jo mu traumatizu edhe jo me mendu që aty ka përfundu gjithë shka. Okej, po lojmë pak ana shto tema, pak ma trana, po kalojmë të profesioni ytë, të karriera jote. Si nisi gjithë shka prej një artiste e lagjes në një aktore e vërtet? Tregoj të drejtën, unë e tregova që jëmë rritë domi plaq, vafër e kumë pas teatrin Dodona. Para luftës, në gjeneratën tam, jënë dhonë shumë shfaqen në Dodon, se kanë qenë vetmet, ka qenë i vetëmi institucion ku na jemi arë këtu live, ka qenë teatri Dodona, atëhere ka qenë të jom talent se jo ma hi nishi, dyshi, treshi, ka pas edhe shumë shfaqe tjera,
Edhe une, nëse najherë njetë e ka marrë një gëzim të papërshkrueshëm kanë qenë momentet kur janë dhonë shfaqjet në Dodon. Edhe gjithmonë, kom shku i kom përcjella ato shfaqje, edhe kur jom këthy, e kom bo një farë roli, mini rol me temën, se e vogël para pasqyrës. Edhe ka arë dashnia për artin, gjithmonë e kom dasht artin, edhe gjithmonë, nësare e kom kalu në kohën vetën shpe, do me thonë, mas fëminisë që kom dalë prej kukullave, o ka qenë aktiviteti maj mirë para pasqyrës duke e bo një rol. Do me thonë, dashnia për artin, që shtu ka njës, Dodona ka qenë ajo që mund është ta si e vogël ma ka jep qatë sinjalin që e du, ma ndej në shkollë të mesme, vrejsha vetën që nuk mund dalë ke që ajo ndjesia për artin, edhe vendosa me provu, s'kam qenë hiq absolut e sigurt kur kom konkurun Akademi të Arteve, dhe isha sigurisht në veç abedem vetit për aboj rafsh, se ndoshta nuk jam për këtë pjesë, që që pata fatin mu pranu, dhe pata fatin me qenë studente një profesorit shumë të mirë një orë të Enver Petrovcet, i cili ka punu shumë me neve, jashtëzakonisht shumë me neve, edhe motivi tina, mandena dhe fillova me marë pjesë në role, në shfaqje, dhe disa role, edhe mandej edhe ai feedback i regjisorëve edhe i kolegëve student që ishim aty, vish vike çdo herë doza e besimit që unë jam në rrugën e duhur duke mu shtu. Atëherë në vitin e dytë në Akademi të Artës, paralelisht studiojsha edhe psikologji, një kisha të dyat, e isha të dyat e rregullt. Edhe mu afru një rol në atëherë në atë kohë në Prallë me Tupan, ish një prej emisioneve më të shiqume, do me thonë, ka emision ka qenë që ti qatë natë ke dalje prezentu dhe nesër të ka njoftë krejt Kosova. Do me thonë, qitë sen e kom përjetu, qitë shok e kom përjetu, kur pa ta dalët nesër në Prishtinë, u koni jashtëzakonisht feedback i shumë i madhi njerëzve, i papritun që sot as rrjetet sociale sun ta jepin që ato, që as dikimi ka pas. Mandena dhe jam ka ndimu shumë, sepse kemi punu me njerëz shumë profesionalista mrena, me regjisor shumë profesional, me dramaturga shumë profesionale, dhe ajo ka qenë mandej për mu një lloj tjetër akademie e arteve, të cilën unë i kom kalu 5 ditë të javës në prova para profesionalistave për para, që mandej mu dhe veç më ka pjek edhe ma shumë mandej profesionalisht. Po si femën në këtë industri, sa ka qenë e vështirë me imbjetu të gjitha, le të themi të gjitha sfidave që i ka kjo industri, se e dim që nuk është as pak e lehtë, si ke mund një imbjetu të gjitha këtyre? Unë me tonë të drejtën, unë nuk e kom pas shumë zërë sa kom një. Kom pas fatën që drejtëm. Kom një shumë sfida, kom një shumë gjana që nuk kam pëlqy, për mini. Për mu pesha ma madhe ka qenë ndoshta pjesa e famës, që mu më ka pengu se jam një njëri që jam pak ma pa rezerva, edhe e kom pas një afarë 2 vite të te, ku mu në isha me lujt të famshmën. Hina në qatë iluzion, ishin fillimet e karierës, që arsëtoj shumë vetën, se më vike mirë, më vike interesant, edhe në momentin që unë jam dalë prej qatë i petkut, edhe kum kuptu aktrimin profesionalisht, që e kam profesion, unë jam shliru në të gjitha tjerat aspekte. Mandej fati jam tjetër ka qenë që, thash, për fat unë e mora pjesë me një projekt shumë gjigante dhe aty meta, edhe mandej krejt që ka për mu ka qenë e fështirë, ka qenë se në kohën teme, kur kemi depërtuna, është ka pas shumë profesionalizëm. Nuk ju ka hapsin personave jo profesional në fush. Edhe është dash me marë punën me shumë përgjithësi. Unë kur njetë nuk e harroj paraqitjet e mia të para që qëtash tërshethna, më këcej ke trupja njës, që qështu para skenës në me dalë, unë që qështu. Edhe veç e desha që kur të dalë mas që sa i perde, të dalë qëtone, veç duna me konkret tjetër në karakter, am ju fokusu tekstit, am ju fokusu atëre pralla, i kish edhe pjesë humoristike, shtosat, u konë shumë punë profesionale, shumë përgjësi. Që kjo ka qenë e zërtë për gjeneratën tam kur kemi depërtu, sepse është dasht me pas shumë përgjësi në punën që e kena bo, edhe nuk tu ka jep hapsi në qofë se ti nuk ke qenë tipik për qatë punë, e marume që thujnë. Sot që shëshe këtë industri, që shëshe... Komerciale deri në skajt.
qatë koment po du me ta lidh prap. Pjesa që mu mas shumë të më ka pengu ka qenë pjesa e kur i kom pa disa personazhe jo adekuate, që ndoshta kanë marrë vendin e disave që kanë sakrifiku, kanë ardhë, kanë kryu Akademinë e Arteve, se për gjithë ata cilët na shiqojnë Akademia e Arteve nuk është kollaj, nuk është një universitet që ti veç ki me dalë edhe me bosh faqe. Janë edhe aty 13 landë, të cilat duhet mi mësu, edhe mi dhonë provimet, edhe ka plot që kanë ardhur nështë edhe prej vendeve tjera jashtë Prishtinës, që prindi vetë është dashur me sakrifiku, ja pagu banimin, shkollimin, hajën, pijen, për me realizu që ajo qik ëndrën e vetë, edhe kur i kom pa do pjautit aty dhe mu m'ka pengu, nuk du mu keq kuptu që e kom pa me sy gjelozia, absolut hiq, e kom pa me një sy shumë kritik edhe jo të mirë. Unë e kuptoj, industria e televizionit ka njëherë din me bo dhe që si përshkak se është publiku a i cili në shta e vlerëson pamje nëse diqka. Po në qofë se hinën ki drejtim, qoftë edhe modele nëse je, atëre avancohu, se nuk është mare. Edhe nëse ti mund është me hinë këtë drejtim me 24 vjetë, nuk është mare me registru Akademinë e Arteve, paktën kur del me dalë profesionale. A ka pas në një personazh ma specifik që ke disht me prek me këtë jo, e di, na e dim të gjitha kush nuk janë konë të fushës edhe janë sot në industri. Se kam kërkon specifike të gjitha, të cilat nuk e di, nuk janë producenta, nuk e kom pas rolin e producentës as një herë, nuk e di ku është arsyeja pse këto ndodhen në to projekte. Paka shumë kemi informata si kuron edhe si të gjithë, i kemi disa informata në rastet të caktume pse kanë qenë në projekte. Ka pak me të njofshme, ka pak me puna e sponsorave, të cilët i kanë nështa dhe i kanë detyru mi marrë në projekt. Nuk po di, këto janë veç të thama, nuk kam diçka evidente në dorë, apo kupton, po janë lafe që i nim unë e te dhe të gjithë knena, po me që nuk kom qenë producenta asë njëherë, nuk i di qka e qyshe tek, po më vjen mirë që kote fundit nuk pisha shumë. Oke, atu kanë hek dorë vetë, a producentat e kanë marë industrinë dorë? Po mendoj që producentat nështë disa producenta pak më adekuate kanë marë industrinë në dorë, dhe kanë pa që nuk ka prej pa profesionalizmi, abe kuptan, mundet me dhez një epizodë 2, po kur të rënsiku këlla aty dhe në aktrimi lyp pun, në aktrim ti për me kryu një karakter, ti dush mi hi në gjenez karakterit, dush mu marrë me psikologjit karakterit, jo qash dorën në zamër se mundet me më kritiku edhe dikush mu se unë që tash për momentin Luis Keqe është shumë super komerciale, po në edhe që aty munona me dalë jashtë flutrës. Apo kuptan, jo që jem të bo vetë që tash për momentin profesionale diçka shumë, se për mu profesionale është një film shumë profesional, teatri, që step mundësin mu komercializu, ndërsa në profesionin ku unë të thash prej prallës me tupan jam fokusu, mandena unë e hina vesh në botën e skeqeve, për faktin që për me depërtu në këtë industriu dashëm me qëto, në skeqe dhe në komerciale, po besam me shumë sinceritet, po thëmë unona me krejt shpirt edhe pjesën e komercialis kur të bëj me qitë një copë profesionale mbrana. Në qofë se më kërkohet me lujt një plak transformona në aspekt psikologjik të sajna, në karakteristika psikologjike të sajna, që ka mundet me pas një të me, që shragan kur është nervëz, që shragan kur është e lumëtur, a ka në isen që ajo nuk është shumë e fokusume, ose ka një gjelozi të shprejo, nëse këto janë detajet cilat bohen me ndërtimin, kur ti vendos me ndërtu, munona mja ashti të gjitha, që ato edhe punoj shumë me mimika une, kur aktroj zdi son ke vrej, kështu që munona të gjitha ka pak mja aqit, edhe pse jam vetë në komerciale. Po une uroj dhe shpresoj që në të ardhën kena me pas edhe ma shumë mundësi me pas edhe projekte profesionale, dhe une që këtu po shes profesionalizëm me kalzu vetën edhe shumë aktore tjera cilat i kena tashmë që punojnë që unë i adhuraj edhe i du shumë, edhe janë shumë punëtore edhe janë shumë aktorit mira, edhe që gëzohna që ato janë edhe janë në për rolet kryesore për momentin në për media. Po tash e sa vita, ka pas ndo një rol që e ke refuzu nëse po pse? Nuk kom refuzu role, kom refuzu projekte, se në momentin që unë u lidha me Simonin, ishim të njëjtit profesion.
Ta shte, qëtu po du me ta lidh pak edhe të pyetja e dytë ose e tretë që më the sa është e vështirë. Unë pak kom pas, thash, edhe fat, po në momentin kur kom hinë në këtë industri, gjithmonë e kom ndru me pas burin e profesionit njëjtë, se e kom ditë sa është i ndishëm si profesion, edhe e kom ditë që mirë kuptimi është pak ma ndryshe. Edhe për fat mirë, ma qoj zoti që ashtu që kom manifestu, burin në profesion të njëjtë, atëre duke e pas parasysh sensitivitetin e kësaj pune, ndjeshmërin e kësaj pune, une edhe për me kom vetë rahat, edhe për me lom burin tem pak në brendësi rahat, nuk kom pranu projekte ku nuk ka qenë Simoni praneshëm. Edhe mandena edhe filloj pjesa kur unë po martova, do isha me shiu një ko martesën teme, mas njerë dhe Simona njët puni ju përkushtova qikës 24/7, që vazhdoj me qenë prapë e tilë, kur gjë s'ka ndru, veç për para jam kom pak ma histerikën këtë pjesë, do me thonë, heq s'jo marrë me kur gjë përveç Simonës, edhe mandej që kjo ka qenë edhe nështa që unë mandej ula edhe komenu shumë, edhe kom thonë, mirë, nëse unë po du me bo diçka, na jena 2 veta, kena fuqia, tërë sa unë i bëj dikuj në njerën projekt vetim, po bëj për familjet projekt me njerin tam tjetës, edhe që shtu e kena njës këtë rukëtim, edhe po besoj që tashmë ja kena dollë. Tashmë ja keni dollë. Po, i shollë. Po nëse ndo njëherë të ofru, ndo një, se nuk pëdia të ka ofru, ndo një skenë erotike? Jo, për zotin s'mu ka ofru kërë, edhe nëse më afrohet kërë se kësha pranu. Në qëtë pjesë, po të flasë, në qëto kushte që na gjirojna, në qëtë jo profesionalizëm është gjuna me pranu një rojnë të tilë. Po dalim jashtë Kosovës, jashtë vendit? Nuk e besoj që kësha mujtë me po. Nuk besoj, jo për shkak të po kalzona shumë jo profesionale, sepse kur ti hinë kësaj muhabeti, ty mu nuk mu të afru shumë role. Po nuk i shkon diçka që mu më kish flajt edhe e kisha bo tani prej komplekseve, sakt nuk e kisha bo edhe profesional si s'ken, abedin, kështu që nuk besoj që kisha mujtë me. Andikon edhe Simonin këtë pjesë? Nuk e kena diskutu kur, për faktin që apedin as njëherë nuk na ka ndodh, apo kuptam, po besoj që po i kish pengu shumë. Cili me ndënë që kish me qenë reagimi Simonit nëse jo, të kish ofru? Jo, nuse. Se Simoni kur te ka atë jonë vendimtare e thët 4 herë. Jo, e kështë dhe me këmarë veç. Po, sa i përket serialeve vendore, serialet që i bojmë na, a ka seriale që të duken produkti mirë për momentin? Me të regu drejtën po. Më do këtë produkti mirë që ka shpia. Më do këtë produkti mirë tash në këtë serialin Bashka Lajke. Sidomos të vidja për momentin, do me thumë, për mu është personi që jashtë zakonisht edhe lot është të mishit të kishtë, do me thonë, deri në qatë pikë, jëmë të adhuru atë rol. Po, më pëlqenë, mandena, ka plot prodhime që po më pëlqenë. Nuk është, ka nuk po më pëlqenë, me ta thonë shumë sinqerisht, janë do të regime popullore. Edhe veç i skipi, po edhe ajo është një pipunve që e ka nështë ta një mas të publikut që e shiqojnë edhe ju interesan, po mu nuk, për ndryshe këto seriale që janë të ubotash, për mu janë të mira. Po vazhdojmë me disa prej pyetjeve të lehtë. Zemër që fal apo mendje që mbron? Edhe zemër që fal edhe mendje që mbroj. Të dish gjithçka apo të ndjesh gjithçka? Të ndjesh gjithçka. Shprehje me fjalë apo heshtje me kuptim? Shprehje me fjalë, për kesha pas qef me kone dyta, apo nësë më folë goja. A në tjenë nevojë me qenë misterioze. Njerëzit që flasin shumë, tregojnë gjithçka. Po, jo, unë e kur s'kom qenë misterioze, dhe nështë një aspektin psikologjik që mu më ka ndimu shumë, është pikrisht që kjo që kreti, që as i foli. Rrugë e drejt apo rrugë me dritë? Rrugë me dritë. Largim me dinjitet apo qëndrim me dhimbje? Largim me dinjitet, pa tjetër. Të jesh i kujtuar apo i kuptuar? I kuptuar. Me i mbyll syt apo me i mbyll kapitujt? Me i mbyll syt. Okej. Kujtim që djeg apo e ardhme që frikson? Kujtim që djeg. Okej. Me dash në heshtje apo me fol me rrezik? Me dash në heshtje. Me u gjet vetja apo me humb tjerët? Mu gjet vetja gjithsesi. Krejt i komendu të kondërtën që kime mu përgjigj. Krejt personazh tjetër e kom pa.
se di, për shembull, me i mbyll syt apo me i mbyll kapitujt, shumë e sigurt me i mbyll kapitujt kam qenë. Ja, me i mbyll syt. Ma mirë ta qatë me i mbyll syt ka njëra. Kapitujt edhe pse janë pjesë që nështë aty të djegin, apo kuptan, është edhe, nëse ti e kuptan në aspekt mirë, është edhe moment reflektimi për ty. Se cili kapitull që ta djeg, është një mësim për ty. A ka pas momente që i ke mbyll syt? Po, maj. Në profesion, apo në jetën personale? Në jetën personale. Edhe në profesion më ka ndodhë, po edhe në jetën personale pa tjetër. Më po mësë me mbyllë sytë në disa raste, mi majtë një qëshdi, qelë, për loke bëj. Kështu që ma mirë kom zxedë. Në fillim jo, nuk kam qenë qështu, po besom anjes që me kohën e kryon një mosh, edhe e kupton që ma mirë është mi më bu kishës po shaka njerë dhe s'ponin. Se është për të mirën tane. A din kur mërim personin që të pi, kur vetë knaqët edhe e don vetën e vetë shumë. Kur e don t'i vetën tane, shumë t'i e kursan, i mshil sytë për mës me lëndu vetën tane. Edhe që kjo nështë ta ka qenë arsyeja. Se për para, kom pas rastet të shpërtimit, po që ato momente ku kom vendos mi hap shumë sytë edhe me elaboru një zanë, mi hi gjithësysh dhe i të fele, kom përfundu me të drejta me prap fajtora. Sepse e kom unë atë pjesën e pak shpërthej ma tepër se që duhet, sidomos kur kom drejt, e hupi fokusin komplet, edhe, do me thonë, edhe pse kom pas drejt, nështë ta veç zëni jam i ngritun, më kalon fajtore, ose prap jom konsideru për qatë situatë, cilën unë e kom qu luft që s'kom pas të drejt. Dhe që kur kom fillu mi mshel sytë edhe me dasht vetën ma shumë, e kom pas që e kom shumë ma mirë. I mbyllim sytë, po kësa i radhe pi hapëm, po i lexojmë komentet që janë përzgjedhë. Disa për tyre edhe po i komentojnë. Okej, një koment pozitiv, valla bod, aktore e mirë, je respekta. Falinderit shumë. E pas ka bajagi ju zerë shumë të kotë. Shumica për komente pa amrën. Okej, mirë pas një të bu. Kjo është një shoqe jotja, ju komentus negativa e idiota, jetën e ju i fer, e keni gjithë ditën për një qaj me kikirika, kokër spinës prej demoralizmit, kjo është super famër me të gjitha të mirat e shpirt bardh. Albulena ta o zemrën, Albulena është një shoqe e amja, një këngtare, dhe një bashkëpuntore e jona në projekte në Shull Shqip. Faleminderit shumë për nuk e pas nga po ku ka komentu që të Albulena, veç du shumë Albulen, faleminderit shumë për supportin. Po shoqet nuk janë veç parasyve. Po më vjen shumë mirë për Albulenës për faktin që unë Albulenën nuk është që edhe takoj shpesh, zakonisht kur jam taku se edhe kjo është në zonë me punte veta, edhe one takohemi shumë rrallë, po për supportin, po më vjen shumë mirë, sidomos për anës një femnës, edhe një Albulena që është si rrësh me të natë mirat, falenderit Albulena shumë. Okej, vazhdojmë me komentin tjetër. Okej, shumë botox, shumë fryrje. Pse e dashur, pse? Po pse më i flutra? Moj Miranda, sigurisht kjo Miranda është esteticiente me profesion për deri sa din me i dalu këto sana. Miranda, unë e botox nuk kam heq, për publikum, po du me vërtetu. Okej. E që po shi edhe dhe këto që nuk kam heq, po akuzona për këtë pjesë. Fryrje në ftyrë, më ndodhë me raste me pas ftyre për faktin që unë kam një farloj alergjia dhe ka një herë ndodhë që unë shumë ma e ajme. Ka një herë ndodhë që unë zakonisht edhe pesha. Unë këto publikun edhe pak du mi ja u spjegu që mu publikur kërë më ka pa në deputimet e mija të para në skenë, kom qenë 48 kg. Do me thonë skelet biologjik, si më finger, mi qitë do tesha, që asë ju më konë, edhe tash i kam për apërsisht 62 kg. Edhe anatomia e ftyrës, unë kur kom po deputimin e tam të parë, kom qenë t'i konë 20 vjeqare, 21 vjeqare. Mosha dalon, anatomia e ftyrës ndryshon, pesha, mëmsia, hormonet, edhe që të fryrjen zakonisht e kam edhe për shkak të alergjisë. Për krejtë Mirandat që egzistojnë atje në komente, do me thonë nuk ki ndërhyrje në ftyrë. Jo, kam ndërhyrje në ftyrë. Nuk kam në buzë, ku jom akuzu, për të rishë ftyrë kam. Botox nuk ki? Jo, botox nuk kam. E kam gjaviz të bome, edhe e kam pjesën të molzat. Që ka shka flutra. Unën e kam tavër, nuk kom bo plastike kur gjoheq, gjoksin e kam temin, që shma ka falë zoti kur gjoheq. Po uraj që edhe Miranda, se qenë ka ere, një vajzë shumë e lezeqme,
kur rritët, nuk i bën qito që i ka komentu. Përfundimisht u kuptu një herë mirë se mas shumë ti e komentu për të botoksat e fillerat. Qa me bo? Ja që të mpikem për mdukët. Po shpresoj, po si bjen pika kur, se nuk është që s'kom folë për këto gjana. Nuk guxon me dalë me folë ma për to sane. Po, absolut. Veç edhe jo me fjallën që nuk e bëni në asi titulli, kur dhe del video bombastik, kam këtë dhe kam këtë, sepse që aty pinzit. Ja, shikoni se qëfar ka bërë. Po, ju lutëm, publikisht e kam që kërkes, lutëm. Shone videon, po jo titullin. Na veç kena me të regu që s'ki botox në titull. Po, okej. Ti lidhje s'ki me humar. Po, dë Morina. Okej. Po më vjen mirë, që më kalzove. Qëka kime bo mas të komente? A kime do profesionin? Po, kismet. Veç letë më kalzon, këtë shka më bone, për qëka kom lidhja? Kjo rubrike komente është pikrish me ju të regu njerëzve se qysh i komentojmë na komentet të tyne. Sa i marim nga gjam, absolut heq. Edhe po besoj se unë si te dhe gjdo ftyrë tjetër publike i merë shumë fani këto. Lje fani, po unë e ka një herë kur komentojnë, që shtu do femna ose do personazhe kur më komentojnë për ftyrë, zakonisht kur hi nuk kam foto në profile, tani ma shumë keshim me ta. A vedin se qysh ti nuk i gudzim me shfaq ftyrën tonë edhe ja komenton ftyrën dikujna. Njerëzit në përgjithësi që komentojnë në TikTok janë njerëz që mendojnë që na bojnë mu ndi keq me komentet e tyje, po nuk e din që realiteti është që kjo. Nuk e bojnë për me të bojnë ty mu ndi keq. Ka si hejtera që e bojnë për qëtë pjesë, po këto komente bojnë për me ra në sy, pikresht mu konë në venin tonë. Mu bot famë shumë e një koment. Nuk je përdëru se TikTokut? Jo, s'kam TikTok heq. Qysh e kalon kohën e lirë se pedim që kërrejtë në TikTok rinë? Po, qa? Nuk kam TikTok. Qysh ka mundësi? Kohën e lirë... A din ti qatë bojnë në TikTok ty? Ose di, nuk e kam TikTokon, nuk e di pësa nuk kom ka pëlqy si platform, dhe në fillim, kur pa dalë në pandemi, po më duket ka qenë qaja koha, edhe mas nena përshkak edhe të vajzës. Sepse tash Simona i ka bu 9 vjetë edhe generata asajna në klasë për përmenin shumë, edhe tash të unë mi thonë asajna mos e bë, se thash e kam shumë bezdi, mi thonë dikujt nisan mos e bë, e me bo vetë. E normal, nuk më ka zgju shumë interesem. Kohën e lirë, unë e zakonisht e kaloj duke i bërë punë të shpis. Gjithmonë. So herë unë e kam kohët lirë, unë e pastrojnë shpet, tesha që më kanë metë pa u laj, e hekurosi, edhe nëse më metë veç një 5 minutë shko, ose një orë ko, ose këshyri Netflix, ose lexoj najsen. Edhe dalë me shoqe, po, këto e bëj, kur dë që të më vjerë mundësia e parë. Flutra, për fund, shkurtimisht, qka jenë planet e tua të afërta në profesion? Unë e kom fillu me bashkëpunu me Adnanin Blakun, aktorin, në një projekt humoristik, i cili po shkon shumë mirë dhe ka pranu publiku me shumë pozitivitet. Kom e gjiru, kom plane shumë, po konkrete për momentin është projekti me Adnanin, edhe kam edhe një plan të cilin jam në realizim e sipër, që Flutrën kanë me pa ndoshta edhe në një dimenzion tjetër jashtë profesionit të humoristës, po në televizion. Nështë ta me lidh pak qëtë pjesën e psikologjisë. Ka qenë një pjondrave të mija me bo një diçka, një produkt temi, në pak ma ndryshe që në mësu njerës me më po. Jo ma ndryshe që su bote na. A me ndonë që ka me qenë offer këtë projekt, sa po e gëram për shumë? Jam negociata. Okej, s'po mundu me zvullu kur gjo ma shumë. Flutra, të falenderojmë shumë për kohën që gjete. Për mu ka qenë një intervist e hatashme. Për një me, falimderit shumë. Edhe ka jetë skua shumë shvejt me ty. Falimderit ty. Falimderit ty për pyetjet kaq profesionale dhe për profesionalizmin tonë, dhe me shumë knatësi e kom pranu ftesën me konë. Për balë teje, sepse nuk kom pas na kemi qenë shoqe në rrjetet sociale, po për herë të parë takova live, dhe komplimenti je shumë profesionale dhe shumë e bukur. Shumë faleminderit. E pra, miq të dashur, kjo ishte Flutra, një vajzë, një grua e hatashme, një grua me shumë mesazh, e që po besoj edhe ju u kënaqët shumë me ne sonte. Për fund falenderojmë Ujë Rrugove që është gjithmonë pjesë e emisionit tonë. Nga ona Njeza, deri në takimin tonë të radhës, natën e mirë.
rrugove e pifshi për shnep.